Ka një lutje profetike që mund bëhet shkak dhe sebeb për zgjidhjen e të gjitha problemeve tua dhe që mund të kthej pikëllimin tënd në gëzim. Tha Muhamedi alayhis salam, kush thot, o Allah, ti je Zoti im, unë jam robi yt, biri i robit tënd dhe i robreshës tënde, balli im është në dorën tënde, mbi mua zbatohet vullneti yt, i drejt është gjykimi yt, po të lutem me çdo emër që të takon ty, me cilin e ke emërtuar veten, që e ke shpallur në librin tënd, apo që ja ke mësuar dikujt prej krijesave të tua, apo që e ke mbajtur të fshehtë në diturinë tënde, bëje Kur'anin pranver të zemrës ime dhe dritë të gjoksit tim, me të ma largo brengën dhe mërzin time. Tha pejgamberi alayhis salam, kush i thot këto fjalë, patjetër që Allahu do t'i jap zgjidhje problemit të tij dhe të gjithë pikëllimin e tij do t'ia kthej në gëzim. I than, o i dërguari i Allahut, a duhet ti mësojmë këto fjalë? Tha po, patjetër, kushdo që i ndëgjon, duhet edhe ti mësoj.